ka qaste kur nata duket më e gjatë se zakonisht. Kur heshtja bëhet e rëndë dhe mendimet nuk të lënë të pushosh. Ti përpiqesh të jesh i fortë, të vazhdosh përpara, të bësh sikur gjithçka është në rregull. Por brenda teje diçka po thyet ngadalë. Nuk është një dhimbje që shihet. Është më e thellë se kaq. Është ajo ndjenjë që askush nuk e kupton plotësisht. Dhe në ato momente kur gjithçka duket pa rrugdalje, një pyetje lind në heshtje. A ka ende shpresë për mua? Shumë njerëz ndalen këtu. Ata dorëzohen brenda vetes pa e thënë kur me zë. Por disa bëjnë diçka ndryshe. Ata mbyllin sy, marrin një frym të thellë, dhe nga thellësia e shpirtit thonë: O Zot, nëse je aty më ndihmo. Kjo nuk është thjesht një fjali, është një thirrje. Një moment kur zemra nuk mban më, dhe vendos të kërkoj dritë. Dhe ndoshta, ky është momenti yt. Dhe kur fjalët dalin nga zemra, diçka ndryshon. Jo menjëherë jashtë, jo në botën që të rrethon, por brenda teje lind një lëvizje e lehtë, si një frym që nuk e ndjeje më parë. Gruaja mban syt mbyllur, duart i dridhen pak, por ajo vazhdon. Nuk kam më forcë, por ti ke. Në atë moment ajo nuk po kërkon më përgjigje të mëdha. Ajo po kërkon vetëm një gjë: të mos jetë vetëm. Dhe pikërisht aty në atë dobësi ndodh diçka e fuqishme. Sepse lutja më e fortë nuk është ajo perfekte, është ajo e sinqertë. Ajo që del kur nuk ke më asgjë për të mbajtur. Dhe ndoshta për herë të parë, ajo nuk po lufton vetëm, edhe pse nuk sheh asgjë. Ajo ndjen një prani të qetë, një heshtje që nuk është më e rëndë, por e butë. Dhe kjo është shenja e parë, që dikush po dëgjon. Dhe pastaj, pa e kuptuar plotësisht, ajo merr një frym më të thellë, një frym që nuk e kishte marrë prej kohësh. Sikur pesha në kraharor të jetë bërë pak më e lehtë. Ajo hap syt ngadalë. Asgjë nuk ka ndryshuar në dhomë. E njëjta errësirë, e njëjta heshtje, por brenda saj diçka nuk është më njësoj. Nuk është një mrekulli e madhe. Nuk është një përgjigje e qartë. Është diçka më e vogël, por shumë më e thellë. Paqe. Një qetësi që nuk e di nga vjen. Ajo vendos dorën mbi zemër. Dhe për një moment, nuk ndjen vetëm dhimbje. Ndjen edhe një ngrohtësi të lehtë, sikur dikush i është afruar pa u parë. Dhe në atë çast, ajo nuk pyet më pse. Ajo thjesht qëndron dhe ndjen, sepse ndonjëherë përgjigjja e parë e lutjes nuk është ndryshimi i jetës, është ndryshimi i shpirtit. Dhe ajo qetësi nuk largohet. Ajo qëndron. Në fillim e brisht, pastaj gjithnjë e më e qëndrueshme. Gruaja ngrihet ngadalë. Trupi i saj ende mban lodhjen, por diçka tjetër është zgjuar. Një forcë e heshtur. Jo ajo forcë që bërtet, por ajo që të mban në këmbë edhe kur nuk ke më energji. Ajo shikon përreth. E njëjta dhomë, e njëjta jetë, por mënyra si ajo e sheh ka ndryshuar. Dhe kjo është ajo që shumë nuk e kuptojnë. Lutja nuk ndryshon gjithmonë botën me njëherë, por ndryshon mënyrën si e përballon atë. Dhe kjo është fillimi i çdo ndryshimi të vërtetë. Sepse kur ti ndryshon brenda, asgjë nuk të duket më e pamundur si më parë. Ajo bën një hap të vogël, pastaj një tjetër. Jo sepse gjithçka është zgjidhur, por sepse ajo tani beson se mund të vazhdojë. Dhe ndonjëherë, kjo është mrekullia e parë. Dhe pa bërë shumë zhurmë,
Jeta fillon të lëviz. Jo si një stuhi. Jo si një mrekulli e menjëhershme. Por ngadalë me kujdes. Gruaja hap dritaren. Drita hyn në dhomë për herë të parë pas shumë kohësh. Ajo ndalon për një moment. Dhe e ndjen. Ajri duket ndryshe. Më i lehtë. Më i gjallë. Është një gjë e vogël. Por për të ka shumë kuptim. Sepse kur zemra ndryshon, edhe gjërat më të thjeshta fillojnë të duken ndryshe. Ajo vendos të bëj diçka që nuk e kishte bërë prej kohësh. Një hap i vogël. Një veprim i thjeshtë. Por ky hap nuk është i zakonshëm. Sepse këtë herë, ajo nuk po lëviz nga frika, po lëviz nga besimi. Dhe ky është ndryshimi. Sepse kur vepron me besim, jeta fillon të përgjigjet. Jo me njëherë, por mjaftueshëm për të treguar se je në rrugën e duhur. Por jeta nuk bëhet me njëherë e lehtë. Problemet nuk zhduken brenda natës. Ato janë ende aty. E njëjta sfidë, e njëjta pasiguri, të njëjtat kujtime që ndonjëherë rikthehen. Por këtë herë, ajo nuk thyet si më parë. Gruaja ndalon merr frymë dhe nuk nxiton të dorëzohet. Sepse diçka brenda saj ka ndryshuar. Ajo nuk lufton më me panik. Ajo përballet me qetësi. Dhe kjo e ndryshon gjithçka. Sepse kur nuk ke më frikë si më parë, problemet humbasin një pjesë të fuqisë së tyre. Ajo e kupton këtë tani. Nuk është se rruga është bërë më e lehtë, është se ajo është bërë më e fortë. Dhe për herë të parë, ajo nuk po pyet. Pse po më ndodh kjo? Por, si mund ta kaloj këtë? Kjo është forca e vërtetë që lind nga lutja. Jo të shpëtoj nga çdo vështirësi, por të jap fuqinë për ta kaluar. Dhe kjo ndryshon gjithçka. Dhe pastaj ajo e ndjen. Jo me sy, jo me prova të dukshme, por në një mënyrë që nuk mund ta mohoj. Ajo nuk është më vetëm. Gruaja ndalon në mes të ditës, pa një arsye të qartë. Vendos dorën mbi zemër. Dhe për një moment, thjesht qëndron, sepse ajo ndjen një prani, të qetë, të butë, por të vërtetë. Dhe këtë herë ajo nuk ka frikë, sepse ajo e njeh këtë ndjenjë. Është e njëjta që ndjeu kur u lut, e njëjta paqe por më e fortë. Dhe në atë moment ajo kupton diçka që nuk e kishte kuptuar më parë. Ajo nuk ka qenë kur vetëm. Edhe në ditët më të errëta. Edhe në momentet më të vështira. Dikush ka qenë aty. Në heshtje. Duke pritur që ajo të hapte zemrën. Dhe tani që ajo e ka bërë, ajo nuk është më duke ecur vetëm. Dhe kjo e ndryshon rrugën. Sepse kur e di që nuk je vetëm, ke guxim të vazhdosh. Dhe nga ai moment ajo nuk ecën më pa drejtim. Nuk është se dëgjon një zë. Nuk është se dikush i tregon saktësisht çfarë të bëj. Por brenda saj ka një qartësi të re. Gruaja ndalon më shpesh. Mendon më thellë. Dhe për herë të parë pas shumë kohësh ajo i beson ndjenjes së saj. Një vendim i vogël. Pastaj një tjetër. Dhe çdo herë që zgjedh me qetësi, ajo ndjen sikur po udhëhiqet. Jo me detyrim, por me një shtytje të butë. Është si një dritë që nuk e sheh, por që e ndjek. Dhe kjo e ndryshon mënyrën si ajo jeton. Ajo nuk nxiton më nga frika. Ajo nuk vendos më nga dëshpërimi. Ajo zgjedh me besim. Dhe edhe pse nuk e di të ardhmen, ajo nuk ka më nevojë ta kontrollojë gjithçka. Sepse tani ajo e di. Çdo hap ka një drejtim. Dhe çdo drejtim ka një arsye. Dhe një ditë pa paralajmërim, ajo ndalon.
Jo sepse është e lodhur, jo sepse është e humbur, por sepse po reflekton. Ajo shikon pas, dhe për herë të parë e sheh qartë rruga që ka bërë, dhimbjen që ka kaluar, netët pa gjumë, momentet kur mendoj se nuk do t'ja dilte, dhe pastaj e kupton. Ajo ka ndryshuar. Jo pak, plotësisht. Ajo frikë që e mbante peng nuk është më. Ajo peshë që e shtypte është bërë më e lehtë. Dhe edhe pse jeta nuk është perfekte, ajo është në paqe. Një paqe që nuk varet nga rrethana, por nga ajo që është bërë brenda saj. Dhe atëherë ajo buzëqesh lehtë. Jo sepse gjithçka është zgjidhur, por sepse ajo e di. Ajo ja doli. Jo vetëm sepse u lut, por sepse nuk u dorëzua. Sepse vazhdoi edhe kur ishte e vështirë. Dhe kjo është mrekullia e vërtetë. Dhe tani ndoshta po e ndjen. Diçka brenda teje është më e qetë. Jo sepse jeta është bërë e lehtë, por sepse ti nuk je më i njëjti. Dhe ndoshta kjo është ajo që duhej të ndodhte. Sepse në momentet më të vështira, kur gjithçka duket e humbur, është pikërisht aty ku lind ndryshimi. Jo jashtë, por brenda. Dhe ndoshta ajo lutje që the një ditë nuk ishte thjesht një thirrje për ndihmë. Ishte fillimi i një rruge të re. Një rruge ku ti nuk je më vetëm. Ku çdo hap ka kuptim. Ku çdo vështirësi ka një arsye. Mos haro këtë. Zoti të dëgjon edhe kur nuk flet. Zoti të sheh edhe kur ndihesh i padukshëm. Dhe ai nuk të lë edhe kur ti mendon se gjithçka ka mbaruar. Nëse je ende këtu duke dëgjuar këtë, ndoshta nuk është rastësi. Ndoshta kjo është shenja që po prisje. Vazhdo. Mos u dorëzo. Sepse ajo që kërkon mund të jetë më afër se sa mendon.